përderisa populli jonë paguan për një natë një këngëtare që i këndon kokainës, që i këndon drogës dhe dukurive negative, i adhejmë si bakshish 10.000 euro. Dhe mësuesit, arsimtarit, profesorit që edukon djalin dhe vajzën tonë për gjatë një viti, nuk ja dham si dhurat një darkë, jo 100 euro, 200 euro, 500 euro, 10.000 euro, si kurse këngëtarve, por vetëm një darkë. Tu ashtrojmë atyre në fund të vitit dhe tu thomë faleminderit. Ju po kujdeseni për djemt dhe vajzat tona. Faleminderit. Ju po i zhvilloni ata. Ju po i edukoni ata. Përdesa mos ndrohen këto peshore dhe ta vlerësojmë mësuesin dhe prej pagave më të larta t'ia vendosim mësuesit dhe hoxhës, sepse ata janë yje ndriçuese, i ndriçojnë njerëzit për t'u larguar nga ignoranca. Tek ndriçimi i diturisë dhe njohurive të thella, gjendja jonë si popull nuk do të ndryshoj kurrë, vëllezër dhe të nderuar motra.